Shiko, unë në fakt e para një herë ç'është kjo pyetje, s'është një gocë e bukur që shef futboll, por s'ka nevojë. Zakonisht nuk para shohin para gocat e bukur. Gocat e këqija shohin futboll. Po pra, ç'a do të bëjnë gocat e bukur? Hamër Flori, mos nuk flas më fare këtë mbyll mikrofonin. Atëherë, unë kam thënë edhe herë të tjera që lidhja ime e vetme me futbollin është babai im, ai më ka mbajtur gjithmonë afër vetes duke më lënë mbrapa të gjithë pasionet e tij. Kam shkuar në stadium me atë, gjithë fundjava dhe weekendi në shtëpinë tonë është futboll dhe unë nga që kam qenë shumë e lidhur me babin, kam ndjekur dhe unë le të themi pasionet e tij për futbollin. Më pas fillon e zhvillohet dhe bëhet përvetësohet, edhe unë e kam përvetësuar dhe më pëlqen tashmë ta ndjek. Në çdo ndeshje shohim stadium tani që është. Jo në çdo ndeshje. Kombëtare po një. Kombëtare po, ku ka shqiptar që s'do të jetë prezent për të mbështetur ekipin kombëtar. Po mirë, një pyetje tjetër jo si këto të Florit. Ja Flori. Për gjithë ju që pëlqyet këtë episod, gjithë prodhimet tona e gjeni në YouTube te Kandale, na ndiqni, bëni follow, 7 vjet fati mirë dhe mundësia për fituar një rush.